Këto ditë nuk kanë qenë të lehta as për mua. Për shumë arsye, dhe nuk ka një vend dhe një ditë më të duhur se sa pikërisht ky vend dhe kjo ditë, që me lejen tuaj unë t'u drejtohem me disa fjalë edhe atyre që nuk janë këtu mes nesh dhe nuk janë sot me ne. Duke u nisur në radhë parë nga ata që dolën dhe janë protest për të mbrojtur Zvërnecin dhe Sazanin, nga unë dhe nga qeveria e Partisë Socialiste. Po duke përfshirë dhe këtë tjetër që e ka këtë shqetësim. Lutem që të bëni një përpjekje të ndëgjojmë pak, sepse ndryshe nga shumë kush që çfarë nuk ka thënë tërë këto ditë në të gjitha gjuhët, unë mbaj përgjegjësi për çdo fakt që them, të paktën përpara 800 e ca mijë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që më kanë besuar udhëheqjen e këtij vendi. Në qoftë se të tjerët nuk duan as të dëgjojnë, edhe lëre pastaj të besojnë ato që them unë. E përsëris dhe e them me shpirt, po të ishin të vërteta ato që ju është mbushur mendja se janë ashtu siç ju a kanë thënë, shkruar, treguar në kanale e internetit, do isha dhe unë po aq i neveritur. Sa më duket se janë disa prej jush. Unë cili do që është interesuar vërtet për të mbrojtur interesin publik, që është i interesuar vërtet për mjedisin, biodiversitetin, të ardhmen e shpendve në zonën ku të zhvillohet projekti Zvërnecit apo në ishun e Sazanit, i them se faktet që ne kemi dispozicion duhet të jenë normalisht më së mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e kujtdo në këtë drejtim. Prandaj bujru me jani t'i dëgjoni, e jani t'i shikoni dhe jani t'i verifikoni vetë faktet. E jani të merrni provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, për se si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Sazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve dhe të reagimeve zyrtare ndaj tyre për zhvillimin e Zvërnecit. E janë të shikoni me sytë tuaj që nuk ka asnjë status investitori strategjik të dhënë për investimin më të madh privat në historinë e Shqipërisë. E janë të shikoni duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Sazanin nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat që zgjat prej shumë kohësh tani më. Dhe pse zgjat? Zgjat pikërisht sepse ne nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve, sado të fuqishëm dhe sado miq të mirë të Shqipërisë të jenë. Ne përfaqësojmë interesat e Republikës së Shqipërisë. Dhe në emër të atyre interesave, në tryezë, ne kemi bërë qartë dy gjëra themelore. Ishulli nuk shitet. Gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Nuk ka njeri me logjik që nuk e kupton se shitësat, se tradhtarët dhe se të pabesët nuk mbajnë pronën për shtetin dhe nuk kërkojnë fitime për shtetin.